Teksa jam duke pritur pjesën tjetër të familjes, do t'ju tregoj një histori që më ka ndodhur para disa viteve. Nuk e harroj kurrë, nuk e harroj sepse bëra si i thohen këtej nga Italia, la figura di merda, do t'ju them se si. Ishte viti 2004 dhe një familje erdhi së bashku me mua me makinë me që unë ikja në Firenze dhe ç'është e vërtetë do vinte vetëm ky shoku, por ai tha, shiko tha, po vin dhe gruaja ime tha se do të blej ca gjëra. Dhe djali i tij ishte i vogël, pa ai kishte 2 djem, djali i madh nuk erdhi. Djali i madh ishte djali i vogël ishte në atë kohë 9 vjeç e gjysmë, 9 vjeç. Kurse djali i madh ishte një 14 vjeç. Dhe kur futemi në një supermarket të madh, fillova unë mora ato që më interesonin, mbarova punë, edhe këta po u mbisnin kohë. Unë kisha edhe punë të tjera sepse nuk kisha vajtur vetëm për këtë. Dhe më duhej që të mbaroja sa më shpejt që t'ikja. Por nuk dija si t'ju thoshja, se keni parasysh mysafir në makinën time dhe ishte pak më vinte zori. E thash, duhet të bëjmë pak tash se do ikim se s'ka shumë kohë. Mirë po, ajo gruaja vazhdosisht e kanë gratë, gruaja vazhdonte që të zgjidhte këto veshjet. Në një moment po merrte në telefon djalin e madh. Metrin, sa është metri këtu, sa është aty, unë e njeh atë, sepse ishte shkoja shpesh tek shtëpia e këtyre dhe e dija se çfarë trupi kishte dhe çfarë bëj unë. Pranë meje kishte njerëz të tjerë, pranë meje ishte një zotëri me fëmijën e tij dhe me gruan. Edhe unë pa e pyetur fare, pa i thënë, oj thash unë, dëgjoj thash, ç'a mizure ka ky thash unë të shpallur ky djalë ytesh. Këtej është pak keq, nuk është si në Shqipëri. Unë isha mësuar tani në Shqipëri sepse veja shpesh në Shqipëri në atë kohë që mund të bëje kështu me këdo, por këtej është pak për më tepër një i vogël, sepse ishte 13-14 vjeç fëmia që kishte ai. Me fjalë ngjasonte në trup me djalin e këtij shoku tim. Dhe ky një të kthyer u bë nga mua, tha, çfarë më prek kështu më dhe më pyet tha për djalin tim, tha se çfarë mizure ka. Kush e di më tham. Unë e mblodha veten pastaj. E mblodha dhe thash, më falni thash. Bëra gabim unë thash. Të pyeta thash thjesht për këtë familjen këtu që ke përballë thash këta që janë afër meje, sepse ka djalin thash unë eksakt thash unë me moshën e fëmijës tënd tash dhe trupin e fëmijës tënd. Qose do të ishte mundur. Largohu që këtej. Largohu që këtej. Nuk thash gjë sepse ke parasysh po të denoncojnë këtej, nuk mbaron kurrë. E lash, por që atëherë asnjëherë më.